Jemi të pa përgatitur, po bëmi gati për udhëtimin sekret. Se ku do shkojmë nuk e di. Tani po nxitojmë se se mbyllen dyqanet dhe se do arrim. E sigurt që s'do gjegje, po hajt. Ta provojmë fatin. Presim rrugën. Ne u nisëm për në Malzi. Do shkojmë. Ja dhe grupi këtu. Flen gjumë. Holta. Hello. Hello. Vajza fle, djali fle, Eli. Zjuar. Gysi këtu para, shoferun, pasagjerë, më ka zënë makina. Përshëndetje, më kësë, në thuj një përshëndetje. Në thuaj në një ide ku mund të jetu udhëtimi që do shkoj. Amore? Fare, s'shkoj me lekun. Në La Plan, thua ti, Olta? Eli, po ti? O La Plan o Zvicër, këto dy. Atë më shumë? Spanjë. Në Spanjë ka qefa Agjelo. Spanjë po është i vendi që ka të vulkanin që është shumë nxehtë atje, që është për plazh. Edhe ti do shkosh me rroba dimri, do plasësh. Super. Ne po shkojmë Malzi që të shohim për rroba bore. Atë filmin që na parë në Spanjë. Si quhet ai? Tenerife. Jo, si që plasa i vulkanin. Vulkani, po e kemi parë. Po vare, ta ka linja për atë. Si beshin në vitin e ri, biletësisht për vit të ri. Ato. Edhe shikoni, vajzat e Noa Travel më kanë thënë që është një udhëtim që s'ke për të harruar. Dhe prandaj unë mendoj që do jetë vend bore. Edhe unë i bashkohem Holtës, besoj se mund të jetë o në Lapland, o në Island, o domethënë këto vendet e ftohta, ose në Zvicër, si thot Eli. Për Spanjë tani nuk është se më shkon mendja. Në Spanjë ne kemi. Agjelo do gëzoheshe shumë. Mua do më kishte dalë fare nga parashikimet sepse s'jam fare përgatitur për verë. Merr një rroba baj me vete. Po, një kostum do ta marrim, ta kemi me vete. Do fletë të gjë. Se them dimër, besoj se në vend bore do na çojë agjencia. E vejka. Është e madhe mami. Dë bukra janë, Eli, po së duen gjë ato. Këtë marrë. Mirë, merë atë që e ke, he? Ti s'di se qa do, moj vajzë. Atëhere, erdhëm ne nga Malezi dhe tani do lyej flokët. Ora në fakt është ora 11 i natës dhe nuk jam si gjithmonë fare përgatitur, se jam e përgatitur kur e di se ku do shkoj. Imagjinoni tani që se di se ku mund të shkoj. Do lyej flokët, ka zëndoni tani vendin atje, të banja këtu poshtë, dua pasqyrën dhe dritën që është më mirë të poshtë, për toj tabelat. Dhe ndërkohë që do pres flokët, që do t'i mbaj domethënë 45 minuta, do bëjmë dhe valixhen. Ne vajtëm në Maltëzi, gjetan nga ato moonboots quhen ato Eli, por nuk gjetan numër. Kishte vetëm numër të vogël. Ishin pastaj në ngjyrë vishnje, edhe të bardhëm duket që kishte numër, po unë i doja të zeza. Të zeza që doja unë s'kishte numër. Bollin atë merdi, por hajt, s'ka gjë, morëm këtu në Shkodër gjatë para ditës ca tjera që janë përdorura, të paktën po s'vajtëm në borë nuk na kanë ikë shumë lekë, se nëse do merri ato moonboots dhe mos të shkonim në borë, do thoja mos, duheshe pastaj kur të kthehesha që andej të shkoja në një vend tjetër këtu në borë, nese. Ku do shkoj? Mendoj që do jetë vendi ftohtë. Ku mund të jetë o Eli? Deri tani po më thoshte Holta dhe Gysi, a mund të hapim ne zarfin, paktën ta shikojmë ne dhe nuk të themi gjë, thoja jo, zarfi do hapet në aeroport dhe do ta hap sa po të arrijë në aeroport. Kemi 1-shin dhe 2-shin, mezi presti hap. Si në vlog mos çfarë do të tregoj. Kam 2 ditë pa hedh videot. Domethënë s'kam qenë fare rregullt këto kohë me videot. Është i pari vit që s'jam me rregullt me vlog, mas po, që të bëjmë, më kuptoni, besoj që
Kam shumë angazhime dhe nuk arri, s'kam që të bëj, thjesht nuk arri që të bëj video dhe që ti editoj. Kam vajtë sot të puna, me vrap, i marrë ato make-upet me vete, me thënë, mendja do shkoj, unë duke më kodë bëj make-up, si që marrë këtheje, mas bëj make-up asgje, kam bërë një si tip make-upit brenda 2 minutave, ju betojmë vetëm... Jo, po më rëna sekondash. A i di zvura s'prajmë asgje, as concealer zvura, vura thjesht make-upin, bronzerin dhe lipstick kaq, asgjë tjetër, dhe... Kapi shumë e bukur. Faleminderit. Thjesht sa për të reklamuar, sa për të bërë video një veshje që kishin bërë te Saudeza. T'ju tregojmë se qa morëm në Delta City. Unë ndërkohë me dorashka që pres të putem. Këto i mori Eli. Edhe thoshte Akilo, imagjino, këto mori Eli. Këtë mora unë, edhe duke parë Akilo fillovi qeshte me këtë gjën këtu. Më falë e more këtë gjën këtu. E mora, jo, është mrap shpit. Kështu është. E mora. Edhe thoshte Akilo, imagjinoja veri, osa qef tha kam të qoj në një vend të nxehtë dhe pasaj t'jesh me këtë gjën këtu, thoshte. Qa tjetër, morëm dhe dorashka. Normal që do marrim edhe rroba banjë me vete. Ti e përgatitur më shumë për ne dy ose për ta dy? I ka marrë dorashka dhe Agilos, ja. Ja, dorashka për Agilon. Po babi? Doni ka një pal. Këto syze do ne i tregoj Eli. Do bëj Eli unboxing, ka marrë një pal syze të bukra. Eli, po tregoj se qa more ti. Këto normal që s'do i marrësh me vete, besoj. Mori këto këtu te Zara, këto këpucët, shumë të bukra, do t'i vesh në një gjiro, Eli. Keni parë një të bësh unboxing me dorashka. Dhe këtë bluzën këtu, që është kështu. Agile, hajde pak të lutem. Hajde pak, dhe këtë bluzën këtu. Do i tregoj normal edhe se çfarë kam bërë nga Saudeza. Hajde mo, hajde pak. Mirë vetëm ato. S'ke bërë dhe të tjetër. Kushtë e aroma? Që ke këtu? Bluzën nga Saudeza. Ja beto që se kam aty. Për Agilon? Ja beto që se kam aty. Këtu e ke këtu. Tutat, Agile, na thuaj pak ku mendon se do shkojmë. Të Agilos këtu, kam me dhënë pak ashtu këtu. Në ka pyt. Jo, të kam pyet ty, shumë herë, se ku do shkojmë. Jo. Ku do shkojmë, ku mendon? Se di. Po mirë, në diçka, ku imagjinon ti për shembull? Diçka sa do të shkon mend. Ço mendon? Jo ku ke qef. Jo ku ke qef. E di, Ku Spanjë. mendon se ka me na qu? Spanjë. Mami ka qenë në Spanjë. Po mirë, s'kam qenë në gjitha vendet e Spanjës, vetëm në Barcelonë kam qenë. Ti i ke thënë një shtet që unë nuk e kam vizituar. Nuk kam thënë në një shtet, kam thënë në një vend që se kam vizituar. Njëta. Po jo, ma Agile, se për shembull Madrid do doja shumë të shkoja, nuk kam vajt asnjëherë. Doje ti Agile në Madrid? Normal që po. O doni? Pa amarove o don. Po dil pra. Dy karikosa kemi marrë një atë një tren, nuk e di se që kemi marrë. Gjithmonë kjo ma ben shpinë tonë për karikusat. Nuk e di me juve. Shqyqyr që nuk kam më të njëjtin karikus me Elin dhe Agilon. Më Elin në sakt, sepse Eli nuk di ku i le. Kurse unë e le gjithmonë atje të komodina ime vogël, e karikuj vetëm në darkë. Tani du të luj flokët, mbaj 25 minuta në kokë. Nuk vëra vazelin. Dhe vazelin që mos më metet shenjë. Nuk e di pse më ka dërë ka qeze, si asnjëherë, uroj mos tjetë ka qeze sa duket. Po bëj gati valigjen. Eli ka nxjerrë këtu disa rroba që do marrim me vete. Dhe do na hapi advent kalendarin që duhet ta kishte hapur. Kam hap. A ke hap ti? Po. Po E apet në tej paska që s'kam hap. hapur. Mirë, do ta hapësh ti dhe të... Po, doli një kështu. Shko. Highlighter. Mini. Teta, Qa highlighter? nënta. Nuk e di ku do shkojmë o njerëz edhe... E shikon që kundi nëntën këtu. E di që kam marrë me vete? Ha. Unë kam marrë vetëm 4 kostume të Saudezës. 4 ditë do jemi, 4 ditë
Edhe janë të 4 të zi. Ta bëjmë pyetje. Shikon që konti datën 9. Çako ka. Okej, shikon që konti datën 10. Nuk e di, apo i shef ti këto, po tregoje një herë si advent kalendar si është. Sa hapa dhe një datë tjetër, pa dashje. Hapa 22. E mirë, shkovi në fundi. Po tregoje një herë si është, qa është me për 10. Prit një sekond. Që ka më Çfarë një doli ka? mua tani këtu? Qa është kjo cool stick shimmer? Që ka një kështu. Shikoje pak. Ky është advent kalendari. Shiko. Okej, Sa i bukur që nga? sa vajti ora? Nejse, vajti 12:10. Duhet të laje moj. Atëherë, kjo ishte data 10, kjo ishte data 9, në të hapim datën 11, ja ku qënë ka. Unë këtë kam shumë vështirësi. Edhe, ti maut. Qënë ka një pinel. Okej, nuk ishte një pinel, këtë që super. Data 11, dhe hapë dhe datën 12. Data 12 ku është? Hapa. Që unë s'kam hapur 10-ën. Në ku e 10-a. 10-a që ka një lipstick i vogël. Besoj se lipstick është, apo jo? Po si hapi, pa mirë. Po, shkëse i vogël që nga. Por që nga shumë gjyrë e bukur, se kështu në kamerë nuk duke tani, por që ka shumë gjyrë e bukur. Data 10, 11, datën 12 do hap tani, që është data e sotme. Nuk po shikoj datën 12 as shekundi. Nuk ka datë 12 këtu. Ja ku që ka 12. E kisha para syve. Që këtu. Që ka shumë e bukur. Që du tjetë në një bilash, besoj. Po, kjo këtu. Nuk ka fare kamerë të mirë kjo këtu. Edhe pas ka super duper pigment. Shumë pigment pas ka. Tani do hap dhe datën 13-un. Që është data nesërme. Ditën të e upimi dhe këtë me zi e prisja këtë. Është një powder nga, do më thënë, gjitha advent kalendarit nga Revolution, po unë këtë powderin doja ta blija edhe më përpara, por ja ku e kam në advent kalendarin në versionin mini. Tani, për 60.000 lekë që bën ky si advent kalendar, nuk e di sa ja vlen, se gjitha produktet janë mini, do më thënë, deri tani nuk më ka rastisur asnjë produkt full size. Kjo që ishte, po. Kështu që se di si sa ja vlen për çmim, megjithatë nejse. Po hap dhe datën 14, data këtu. I hap dhe në datën 16 që do jemi të ultimi. Që ka një lip oil. Ka aromë, si quhet ajo, zele quhet në greqisht, nuk e di se si quhet. Është tamam si ajo mbëlsira që ju thash. Ma të lutem kur të bësh, kur ta editosh videon, tregoj pak në foto. Edhe kështu qëndron. Shumë mirë. Ka aromë shumë mirë. Tani të hapim datën 15, 15 këtu, 16 këtu, pa hapim 15 njerë. Që thash kjo. Një lip balm, besoj se do jetë ky. Po, lip balm dhe do më duhet shumë për këtë ultim. Edhe data 16. Që është një blush stick. Është pak e errët, duket si bronzer. Po nuk është se ka ndonjë pigment papam, me thënë drejtën. Këtu është, nuk është se ka ndonjë pigment papam. Tani, me që i hapëm këto, që të regoj dhe çfarë produktesh më kanë takuar nga data 1 deri në datën 7 më duket. Ky blush topper i këtu, një highlighter, kjo gjëja këtu për syt, një nuance, okay, një lip gloss, një laps, nuk e di a është laps buzësh apo laps sysh ky, po është ngjyrë lela këtu, që se kam hapur ta habiles. Po si hapet.
Është ngjyrë Leila. Më fal tani unë nuk e kuptoj, a është lapës buzësh apo lapës sysh? Duhet të ketë buzësh, nuk besoj. Në tjetë në një për... është eyeliner. Po më falë, kush vë në eyeliner? Gjyrë Leila. Zot në ruj. Më kres. Okej, edhe kjo... më falë, se thash parë që nuk më ka takuar asë një produkt full size, më pas ka takuar kjo këtu. Një lipstick. Është shumë gjyrë e hapur. Nejse, tani duhet i hapë dhe këto tjerat, sa po më shtin kureshja, por nuk po i hapi. Apo t'i hapi më mirë. Unë them po i hapi gjitha, se ndoshta do më duhen për ultimin. E lasht do ta 16, po do ta 17 tani. Okej, që nga një mini sponge, normal që dhe na duhet. Pa dhe datën 18, ku është 18, dhe një këtu. Më zorë dalin produktet. Që nga këtu? është palet. S'po më hapet. Kam hamu se prish. Nëjse është palet, ka kontur këtu. Qa ka tjetër bronzer, concealer. Nëjse të na hymë puna dhe kjo normal. Edhe datën 19, data këtu. Në do thoni ju pse i hap një diteli. Po. Duhet jetë në një rimel. Po, është një rimel, por kam qërpiket extension, kështu që kur të na bien do e vendosim të kërkojmë. Hapë dhe datën 19, tani po hapë dhe datën 20, që nga kjo këtu. Dy nga këto këtu. Okej, edhe datën 21-shi dhe 23-shi janë këtu. Unë e di që janë dy lapsa, por nuk e di janë për buzë apo për sy. Se kur kam hapu këtu, pa dashje, është grisur. Kështu që po i hapim si 21-shi, si 23-shi. Që kjo që një laps buzëve, për buzët. Dhe që një ngjyrë shumë e hapur. Nejse, kurse... eyeliner. Super, këtë do na duhet se s'pen. Iku dhe data 21, 23, hapëm 22-shin, duhet i diku këtu. Ja, ku 22-shi. Po qa, është gel për vetë, edhe këtë do na duhet. Se nuk kam gel për vetë. 22-shi, 23-shi. Dhe tani kam bet. Po të hapë që tjetër. Dhe fundi që është 24. Tani nuk e di ta hap 24 tani, apo ta lë... Po e hapi. Nuk pa punë. Që në ka një palet sysh. E vockël. Super, super. Okej. Ky ishte me kalendari nga Revolution. Tani po vazhdoj që të bëj këto gjërat gati. U nisëm! Tani sa dollëm nga shpjetë. Do shkëm të dyqani se du të marim zarfet. Edhe pelushin e Elit. Edhe pelushin e Elit se ka marruar. Zarfet që do shkoja deri në aeroport pa zarfet. Që si kemi hapur akoma. Besoj do i hapim tani marim. Jo, nuk do t'i hapim tani. Ashtë mos aftë. E po tani kam pritur një muaj jo Eli dhe 2 orë nuk po të bëhet gjë deri në aeroport. Edhe ne mund të kemi duruar ty një muaj. Po do durosh dhe 2 orë. Hajde kim. Normal që do s'brisnim të merim në një gjë për rrugës. Ne sa po erdhëm dhe kemi zarfet këtu.
mezi pres t'i hap tani, vajti doni të parkoj. Dhe ne do presim këtu derisa normal. Normal. Oh. Të vi doni dhe pastaj do t'i japim. Ftot. Do hapim zakën e parë. Lexojte. I pari është hoteli, nuk i qenë to. Ciao, Ku do shkojmë të? Kira kam pracę, że to ma kilka trafik i nie